emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndiqni të nderuar shikues, dje dhe sot gjithë fryma dhe vëmendja e debatit publik nuk është e fokusuar se a përmbushi Kosova standardet e një procesi të lirë demokratik zgjedhor, a arriti në fakt to standarde dhe si arriti, por shqetësimi i madh i diskutimit publik është nëse ky proces vërtet u lëndua nga indikacionet e fundit, nga provat e pretenduara dhe nga Partia Demokratike e Kosovës me rastin e votimeve në Mitrovicë të Jugut, ngrehen dyshime se atje ka flet votime të shtypura me gabime në numra selekt, ka gabime a janë të qëllimshme apo jo. Prokuroria e shtetit është aktivizuar tashmë në këtë proces me kërkesë natyrisht të denoncuesve publik. Asgjë nuk është sqaruar, kemi një komunikat të lëshuar nga shtypshkronja slovene, e cila pohon se mund të jenë bërë lëshime, por se këto lëshime nuk deformojnë, e komprometojnë sigurinë e fletës votimit. Gjithë vëmendja po bëhet në dy kampe. Vëdhen apo nuk u vëdhen apo nuk u vëdhen votat në Mitrovicë të Jugut. Ky debat po zhvillohet me polemika të thella e antagonizma midis PDK-s dhe vetëvendosjes, derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar të përballet me kritika në rritje nga njës të proces zgjedhor nga shoqëria civile se nuk ishte në nivel të detyrës kur mori përsipër organizimin e këtij procesi zgjedhor. Kanë ftuar analistin, opinionistin Muhamet Bytyqi për të diskutuar mbi këtë zhvillim, po them të papritur që ndodhi pasi kandidati PDK-s i uroi fitoren në Mitrovicë, zoti Arjan Tahiri, kandidati të vetëvendosjes Vatan Peci. Bytyqi, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën e tonë. Kujt i besojmë tash, u vodhen apo nuk u vodhen votat në Mitrovicë, kem parë video, pamje, është aktivizuar prokuroria. Si ndikon kjo në mbarvajtjen e gjithë procesit zgjedhor në një komunë jo pak të vogël, çfarë është Mitrovica e Jugut? Po, ne i kemi përcjellur edhe raundin e parë, edhe raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Republikën e Kosovës. Ajo që kemi pa edhe që fillimisht jemi gëzuar gjithë, ka qenë një proces kryesisht i rregullt. Mirë po, ajo që po vazhdon tash të diskutohet në mënyrë shumë masive është rasti i Mitrovicës. Mendoj që aty tashmë mund të flasim për një proces të komprimituar, sepse ka rezultuar që shumë fletë votime janë në shpërputhje me numrat cirik dhe ky është një problem thelbësor në kredibilitetin e atyre fletë votimeve dhe shto këtu nga rëndjen ose ngutjen për verdikte nga ana pushtetit, ngritet realisht shumë dyshime mbi krejt procesin në Mitrovicën e Jugut, sepse gara realisht ma ashpër ka qenë atje dhe interesimi mbase edhe i pushtetit për atë komunë ka qenë shumë i madh, por exit pollet, mbështetja pak a shumë e barabartë. Një rezultat mjaft i diskutueshëm dhe shumë kritik ishte edhe në dyshimet edhe në analiza publike. Për keqpërdorime, një lloj dyndje e krejt pushtetit qendror në atë komunë e kanë bërë procesin jashtëzakonisht të shëmt dhe mendoj që aty tashmë është kthy situata përmbys sepse askush mo nuk i beson atij procesi pas këtyre lajmeve që kemi marrë 2 ditë e fundit, të cilat vijnë nga të dy të burret dhe mendoj që ka pas një kontestim pak a shumë edhe të bazuar duke pas parasysh që kompania slovene e cila e ka shtyp ato fletë votime me gabime, që i pranon edhe vetë, ka një lidhje me zotin Martin Berishaj, një ambasador i pushtetit, ishte në ortakri me këtë kompani. I cili njihet për lidhjet e tij me lidhjet e fuqishme me pushtetin
Tani mund ngrenë çfarë do lloj dyshimi në rastin konkret të bazuara. Kjo po e thellën nëse guxojmë ta quajmë skandalin në atë komunë, sepse gutja e KQZ-s për deklarim të shpejt, gutja e kompanisë për deklarim të shpejt, pa i mbledh faktet, ndrimi i prokurorëve të rastit, tërgimi i inspektoriatit policor, më marrë me policë në fund ditës nëse ka shku dikush me hetu rastin, le ta hetej, se nuk ka gjë të keqe nga e vërteta. Mitrovic ka shumë rëndësi të dihet e vërteta. S'ka rëndësi kush fiton. Aty është e rëndësishme e vërteta atij procesi dhe kthimi i besimit në mjetet demokratike, në votën e lirë të qytetarit. Njëri e madhe po qëndron mbi gjithë procesin që po e bën të paqartë plotësisht fituesin ose humësin. Në rastin konkret PDK tha se çon kërkesë në PZAP në panelin zgjedhor për ankesa dhe para shtesa e çojë dhe se do ta bëjë edhe një tjetër sipas përparim grudës deputetit. Do të vjoj t'i konsumoj mekanizmat ankimor edhe në gjykatë supreme, por për te mekanizmat që ka shteti në fuqi, këta që i njohim ligjor, që merren me mbarvajtje proces zgjedhor, për ta garantuar integritetin deri në fund votës, politikisht a gjykoni se do të duhet ta kontë edhe fituesit të pretenduar në rastin konkret, zotit Peci, edhe vetë vendosës që në funksion të një procesi të qartë, një procesi të pa komprometuar, që të mos le fare dyshime mbi askë, gjithë ajo komune e Jugut të shkojë edhe njerë në rivotim. A është rivotimi zgjidhje për ju? Para se të flasim për rivotimin, mendoj që është shumë e rëndësishme të ritheksohet nevoja që aty të dihet e vërteta. Dhe për të vërtetën e Mitrovicës së Jugut, për integritetin e procesit zgjedhor, mendoj që është shumë e rëndësishme të angazhohen të gjithë. Madje edhe vetë pushteti, para se gjithë thash pushteti, sepse mendoj që përmbyllja e procesit demokratik është më i rëndësishëm se sa rezultati i një kandidati. Por është detyrë edhe Partisë Demokratike të Kosovës, edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës si subjekt i madh në Republikën e Kosovës, edhe aleancës, edhe gjithë të tjerëve, edhe mediave, edhe shoqërisë civile, që të nxirret e vërteta në Mitrovic. Sepse nuk guxojmë ne të luajmë me vullnetin e lirë ose të luajmë me demokracinë, sepse demokracia në Kosovë, liria në Kosovë, këto institucione që janë ndërtu, nuk janë ndërtu nga disa emra, po nga një përpjekje e madhe e shoqënisë tonë për 3 dekada, në mënyrë intensive. Dhe na nuk guxojmë asnjëherë të kthehemi mbrapa dhe të manipulojmë një proces zgjedhor për interes të dikujt, se në fund të ditës është vetëm një pushtet në një komunë pa një fuqi të madhe ekonomike, por ma shumë me një lloj emri të egzageruar për rëndësinë politike, por Mitrovica vazhdon me mbet njëna prej komuna me shumë probleme ekonomike dhe në mesin e komuna me ngecet në zhvillim. Mos po flasim për një territor ku pushteti mund të bëjë mrekullira, por po flasim për një komunë të zakonshme. Por ajo që është shumë e rëndësishme është integriteti i procesit. Nëse me lejon me trupi elektoral i kësaj komune të Mitrovicës së Jugut është 84.715 qytetarë me drejt vote morën pjesë në raundin e dytë, 33.359 persona me drejt vote, apo shprehur në përqindje 39.38%. Gjatë ditës pati edhe në ditën e votimeve polemike, atension. Zoti Kurti atje për 4 vite kishte ndërtuar një narracion, mbi një veri të shliruar dhe e kishte etike mbase politikisht këtë fitore, por përtej që e kishte etike politikisht respektimi standardeve është po ashtu etike për demokracinë, siç e thatë, jo që të mos lëndohet ky proces. Po në Mitrovic të Jugut pak a shumë i gjithë pushteti ka qenë atje për fitoren e zotit Peci. Legjitime. Mbase, mendoj që
ka qenë edhe një exit strategji zëtë të kurti për humbjet që i ka pas në komunat si Prishtina, kryeqyteti i Kosovës, si Prizreni, qyteti i dytë, po si Ferizaj, si qytet shumë me rëndësi të madhe ekonomike, Peja. Do thonë, meqense pushteti me gjithë narracionin, me gjithë kapacitetet të mëdha financiare e të pushtetit, nuk arriti me depërtu në këto qytete të mëdha, mi fitu, e ndërtoi realisht një problem që krejt fokusin e opinionit publik, krejt energjin e mediave, shoqënisë, ne e kemi qenë këtë javë në Mitrovic, duke ritheksu që nuk është Mitrovica qendra e Kosovës as në numrin e popullsisë e as në numrin me kapacitetet e saj ekonomike. Fatkeqësisht, se do doja që Mitrovica të jetë ashtu, sepse ne e dim historinë e Mitrovicës dhe do të ishte mirë edhe Mitrovica të ketë fatin edhe zhvillimin e Ferizajt, e Prizrenit, por fatkeqësisht është në qendrën në cilën është. Mirë po mendoj që kjo strategjikisht i ka konvenuar shumë pushtetit, edhe ky problem që po e mban gjallë përmes krejt kësaj përplasje të madhe shoqërore se na pa çfarë tensioni dje ishte edhe në mes subjekteve politike, po në mes të opinionit gjerë mbi situatën ose të vërtetën e Mitrovicës. Realisht aty se të druhet njëra apo pala tjetër ta zëm për të vërtetën. Pikërisht, nëse procesi ka qenë i rregullt, pushteti do duhej të ishte i gatshëm për hetim një nga një deri në fund të krejt asaj që ka ndodhur. Madje, nëse është e nevojshme edhe në një rivotim të përgjithshëm në komunën e Mitrovicës. Rivotimi zgjidhje për me kënaqësh, themi, në demokracinë, në mënyrë që askush mos dyshoj se vota ti është komprometuar. Ne në kaluarën kemi pas raste ku ka pas rivotim. Madje edhe me insistimin e lëvizjes vetëvendose për keqpërdorime, kemi pas rivotim. Nëse vetëvendosja e ruan atë standard të cilin e ka kërkuar vetë, do duhet që vetëvendosja të kërkoj rivotim në Mitrovic. Vetëm për të ruajtur procesin dhe për të hequr të gjitha dilemat. Nëse është e sigurt që ka kandidatin më të mirë edhe programin më të mirë për komunën e Mitrovicës. Dhe në fund të ditës, nëse tenderimin e flet votime, nëse procesin e organizimit të zgjedhjeve e ka udhëheq pushteti indirekt, se na e dim që janë institucionet e pavarura, po bara bie mbi pushtetin, atëherë faji i krejt kësaj është të pushteti qendror. Dhe nëse ai dën me hek fajin nga vetja, do duhet i hapte rrugë në rivotimin e komunën e Mitrovicës. Politikisht nuk është zgjidhja se institucionet e zbatimit ligjit, PZAP, e Gjykata Supreme edhe mund të marrin vendim fare pa i pyetur asnjërin apo palën tjetër. Ato zbatojnë ligjin, do duhet ta zbatojnë ligjin. Sikurse KQZ, por për te vendimit që mund të marrin këto institucione për ta kthyer edhe një herë qytetarin tek kutitë e votimit, me një proces rivotimit të mundshëm. Ose jo, ato duhet vetëvendosje si përgjegjëse e madhe ajo të kërkoj që të heq çdo dyshim mbi lëndimin e këtij procesi. Të rilegjitimohet edhe një herë. Në Republikën e Kosovës e kemi deri tash përgjithsisht një praktikë të mirë, ku humbsi e uron fituesin për rezultatin dhe me gjithë polarizimin gjatë fushatave elektorale, në fund të procesit kemi një pranim të rezultatit, siç e kishim në Prizren, siç e kishim në Prishtinë, siç e kishim në Ferizaj, në pjesën më të madhe të komunave të Kosovës. Dhe ai standard është shumë i rëndësishëm sepse me një farë mënyre në momentin ku kryetarët e komunave marrin mandatin, ata nuk janë më kryetarë vetëm të partisë së tyre, po janë kryetarë të gjithë qytetarëve të cilët jetojnë në një zonë të caktuar apo në një komunë të caktuar në këtë rast. Dhe për ta ruajtur një standard, për mi ul polarizimet, për me pas një lloj angazhimi të përbashkët në një komunë për zhvillimin, punën e përbashkët, në fund ditës ne punojmë, jetojmë, zhvillojmë jetën tonë politike, ekonomike e të tjerë në një komunë të caktuar dhe për të vazhduar një jetë normale do duhet që standardet demokratike të ruhen dhe në fund të ditës qytetarët ta kuptojnë që me gjithë
situatën e krijuar, ne patëm kapacitet si shoqëni me gjetë një zgjidhje të qëndrueshme për me rikthy besimin në proces dhe për të vazhduar udhëheqjen njëra palë në komunën e Mitrovicës, cila do qoftë ajo se në fund të ditës është e rëndësishme të kemi një kryetar, një qeveri lokale, një udhëheqje të mirë dhe për 4 vjet pastaj qytetarët të bëjnë rivlerësimin në një situatë caktuar ose nëse dikush kompromitohet mund të shkojë edhe më herët. Sa mund të agravojnë, të përkëtësojnë situatën polemikat midis vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike, nga vetëvendosje po thonë me zë, që e figurë që PDK po dëshiron të avjedh fitoren, e akuzojnë direkt Sami Lushtakun e kryetarin e Skënderajt. Në anën tjetër, nga PDK po ashtu ka filluar me zë e figurë të kritikohet vetëvendosja se vodhe zgjedhje dhe se ata nuk do të tolerojnë të komprometohet vullneti qytetarëve. Unë mendoj që është Sa ndikojnë këto polemika në... Unë mendoj që është shumë e padrejtë të përfshihen figurat e caktuara në një proces që është i pastër në ditën e diellit shihet që është një proces me probleme. Domethënë kjo etiketimi e figurave cilët polarizojnë skenën politike, se ne e dim janë disa figura polarizuese në skenën politike dhe tërheqja e vëmendjes tek ato figura e jo tek procesi ku jemi, është vetëm ju qit sy hi njerëzve, por jo me gjetë zgjidhje për situatën. Nuk janë të interesuar për përzgjidhje. Një politik e përgjithshme s'do duhet të merrej me emra, po do duhet të merrej me procesin. Nëse ka pas flet votime me problem të numrit serik, dhe ato janë dyshime për trenin bullgar apo metoda të tjera të sofistikuar të keqpërdorimit të vullnetit të qytetarëve që bota i ka zbuluar dhe para neve, atëherë do duhet rikthem të e vërteta e procesit. Jo tek debatet shterpe, jo ai, jo ky, jo ky dashit ta merr, se në fund të ditës na kemi pa një fushat në Mitrovicë të zotit Arjan Tahiri, i cili nga një figurë komplet e panjohur brenda vetëm fushatës arriti mu imponu si një figurë shumë e fuqishme politike, për të cilën jam shumë i shqetësuar sepse është rrit jashtëzakonisht shpejt. Do të thonë, madje, të jemi sinqert, më gëzon nëse ai nuk do të fitante. Sepse është një potencial shumë i madh i së ardhmes dhe pushteti i menjëhershëm. Din ka njëherë politikanëve me ju ra në kokë dhe ju ka ra edhe do politikanëve më të mëdhaj që për vitet tona janë zvarrit rrugëve dhe sot janë aty ku fatkeqësisht as vetë se kanë besu që vinë. Sot këto polemika, sa e lëndojnë, sa mund ta influencojnë, ndikojnë për të keq punën e institucioneve të pavarura, polemikat nëse më në gjallë me vokacion, me atë lloj fjalorit të rënd, nga me akuzat më të rënda. Sa mund ta pengojnë objektivisht? Sa mund të krijojnë një klim që mund ta pengojë? Me gjithë institucionet relativisht të data, sepse nuk e kemi kohën e gjatë të ndërtimit të institucioneve. Deri në zgjedhjet e fundit lokale, përgjithsisht kemi pas institucione që kanë ruajtur integritetin e vet, siç është Auditori Gjeneral, siç është Banka Qendrore, siç është KQZ-ja, siç janë plot institucionet, policia, plot institucione tjera të pavarura. Në zgjedhjet e fundit lokale, kemi pa raste nga ma të padëshirueshme, siç ishte rasti me publikimin e raporteve të auditorit për komunat e caktuar në kulm të fushatës. Keqpërdorim i hapur i auditorit gjeneral, që s'ka ndodhur në të kaluarën. Një koordinim thojtyri i agjensive të pavarura me pushtetin. Pikrisht. Këto fenomene nuk janë të mira për rendin demokratik, për shoqërinë, për vetë ato institucione, për ambicjet e tona në rrugën drejt Bashkimit Evropian e të tjerë. Do të thonë, na nga këto zgjedhje lokale mendoj që duhet me mësu një gjë, që institucionet duhet mirujt, sepse institucionet janë të përhershme, e partitë politike, e kandidatë janë të përkohshëm,
shkojnë, vinë, kemi njohë plot që s'janë. Pushteti jo me mandat. Po, kështu demokracia ka këtë lëvizje të vazhdueshme të ndryshimit të kodat, të shpërndarjes së pushteteve dhe për çfarë demokracia është forma më e mirë e qeverisjes nga krejt të tjerat, sepse i mundson rotacionin, i mundson shpërndarjen e pushtetit, ndryshimin e balansat e pushtetet e ndërvarura njëri me tjetrin, po. Pikërisht. Duke që gjithë fokusi aktualisht është te Mitrovica, kjo klimë, unë po them, ky lloj diskursi, akuzat e tashme që i shohim për vjedhje votash, po dëshiron dikush na i vjedh pushtetin, kemi fituar, nuk e lëshojmë, etj. Sa pengon kjo punën, sa krijon klimë që dhe institucionet e pavarura në këtë rastin konkret ta kenë të vështirë mbase të kryejnë detyrën e tyre mbi bazën e ligjit, siç është PZ. Mendoj që politika do duhej vetëm të jepte opinionet e tyre fillestare mbi procesin dhe pastaj të mos merrej me procesin dhe të lihej komplet në durët e institucioneve të pavarura dhe të ekspertizës. Se ato flet votime, Ridvan, nuk i gjej unë dhe ti. Jo. Se ne nuk jemi eksperta asaj fushë. Natyrisht. Ato do duhej t'i gjeni njerëz që kanë specializim atë fushë. Specializuar, janë të trajnuar. Ta verifikojnë sigurinë e një dokumenti, elementet e atij dokumenti. Të vërtetën e këtij procesi mujnë me nxjerr vetëm ekspertiza, vetëm paanësia, vetëm korrektësia e këto atë të vërtet nuk e nxjerrin politikanët me debate nga më të ndryshmet që i kemi parë këto ditë. Edhe gjuhën mendoj që duhet me zgjedh shumë, sepse gjuha nuk ka ishtra, po thën ishtra. Është shumë problem nëse i nxit njerëzit. Unë turpruhem kur e shoh kalurën e partive politike dhe polarizimet e skajshme vetëm për një grosht vota, duke ju kushtu njerëzve shumë, njerëzve të thjeshtë. Dhe unë nuk jam për atë gjuhë, unë jam për një gjuhë demokratike, për një gjuhë që nxjerr të vërtetën e pa që propozon zgjidhje se në fund ditës çfarë është qeverisja në Mitrovicë ose ku do të jetë. Shërbim për qytetarët. Një shërbim për qytetarët, një shërbim që i nevojitë qytetarëve, një plan që i jep zgjidhje problemeve që i kanë qytetarët. Se na po shohim parti, po shohim politikan, po shohim shumë zgjidhje të ngadalshme për problemet që i kena në komunat tona. Domethënë është e palogjikshme, shumë 90% të komunave kanë probleme me ambientin. Planifikimin hapësinor. Kanë probleme me planifikim, kanë probleme me furnizim të ujit, me ujëra të zeza, kanë probleme lumen që i kanë përgjithsisht të ndotur, kanë probleme mbetjet nga kalura. Për shembull Mitrovica do duhej diskursi ose diskutimi kryesor në Mitrovicë ishte çka bëhet me ato mbetje industriale që ka Mitrovica që janë në sasi të jashtëzakonisht të mëdha. Por këto probleme s'po i flasin njerëz po i flasin jo ti sytë kaltor në sytë zi. Dhe ky polarizim nuk i duhet mas pak të qytetarëve të Kosovës e në veçanti të Mitrovicës së Jugut. Por ajo që është e rëndësishme është që t'i hapet rrugë institucionet pavarura, madje unë po t'isha vendimarrës do të ftoj edhe institucione ndërkombëtare për me verifiku procesin në Mitrovicë. A është trashëgimia kritikë si një lloj autoriteti mbi palët për me gjetë të vërtetën. Meqense KQZ kontraktoi këtë kompani, siç tha, dhe ajo vetë 200 vjeçare të përvojës në këtë fushë. A lindi problemi, a është problemi që e përdhoi vetë KQZ-ja objektivisht, jo nuk e di me dëshira, pa dëshirë, me plan apo pa plan, por që dolin sipërfaqe që plasi po, që u pam fletët e votimit dhe problemi numrave serek u po prandaj shteti në këtë rast KQZ si kontraktues e këtij shërbimi. A mendoni se e përdhoi këtë situatë duke lënduar në mënyrë se tjetër edhe procesin e përgjithshëm? Nëse kompania është 200 vjeçare, me një përvojë të gjatë, me pamundësi të gabimeve, atëherë mendoj që është shumë e rëndësishme të thetohet mundësia e një gabimi të qëllimshëm nga dikush dhe pastaj të bëhen vlerësimet aty. Por unë sugjeroj personalisht që në Mitrovicë do duhet të ftoheshin institucionet pavarura ndërkombëtare për ta monitoruar procesin. Dhe nëse procesi deli komprometuar deri në fund, siç ka filluar,
As na kthen kjo mbrapa, a e kthen në regres Kosovën, me gjithë ato standarde deri tash që arriti? Jo, Ridvan, sepse po bëhet fjalë për një proces teknik. Në një zonë të caktuar, me një mandat të kufizuar edhe As me një... ndërtuam në kapacitete vetë, Po, në gjithë këto vite. e kemi një shkarje diku, shtetërore. Të qëllimshme ose të paqëllimshme. Atë do ta verifikonte dikush tjetër. Por nëse do të gjindeshin përfundimisht të manipulime të cilat po fliten, atëherë një rivotim do ta mbyllte këtë debat dhe pastaj ne të vazhdojmë me diskutimet e debatit për faza tjera që janë shumë më të rëndësishme se sa fati një kandidati në një komunë caktuar. Natyrisht që etablimi i Kosovës pikpamje të respektimit për mbushjes standardet demokratike është kauzë më e madhe se çdo polemik tjetër e parësyeshme politikisht, por që duhet të sqarohet një vërtet mbi denoncimin publik. Kjo vërtima pushtetit, agresiviteti i pushtetit është shumë shqetësues sepse po ta krijon edhe nëse nuk e beson, po ta krijon një përshtypje që ka një problem atë. Ka një fajtor që don me çdo kush më na bin që s'është fajtor. U provua, po kjo është problem, kjo është problem. Flet votimet kanë lëvizur nga një vend votim në vend votimi tjetër, nga një shkollë në shkollën tjetër. Ka pas raste edhe nga fshati në fshatin tjetër. Kjo çështje e provuar së paku në shikimin tonë si gazetar në publik nga ata që e denoncuan situatën. Dhe prandaj edhe prokuroria e shtetit ka filluar hetimet si palë në këtë proces. Për te ankimimeve që mund t'i bëjnë partitë e PDK në rastin konkret në PZAP. Vetë prokuroria është përfshirë, ka hapur rast të dyshuar për manipulim procesi. Unë personalisht mendoj që aty duhet po një hetim ndërkombëtar me ftesë të Kosovës, me ftesë nga institucionet e Kosovës, që të dihet e vërteta, të shtyhet edhe për një kohë procesi, do të ndahet procesi nga pjesa tjetër e Kosovës, se ne nuk mund të mbesim penge i certifikimit të rezultateve për shkak të një komune. Fillimisht të ndajë procesi, pastaj të vazhdojë me një hetim të paanshëm, bazë të gjetjeve të një hetimi të paanshëm, profesional, të merrej vendimi nga ona KQZ-s për rivotim në komunën e Mitrovicës, pastaj bashkarisht e gjithë shoqënia të mbrojmë shtetin tonë, të mbrojmë institucionet tona, dhe të nxjerrim rezultatet cilat qytetarët e Mitrovicës i gjejnë ata. Polemikat janë në rritje me disë dy kampeve politike. Kanë hequr dorë nga polemika dhe akuzat e ashpëra. Polemikat kanë me vazhdu sepse është politike mrapsh për polarizim. Polemikat ushqejnë, ekzistencën politike. Për jo për me zgjidhë probleme, edhe mendoj që kjo është papërgjegjësi totale e politikanëve në një situatë. Brenda 72 orësh PZAP të dalë me vendim të saj, paneli gjykatësve aty që merret me trajtimin e gjitha rasteve ankimore. Të dalë me një vendim në rastin e Mitrovicës së Jugut. Cili do vendim, nëse s'është i argumentuar mirë, s'ka mu pranu nga njëra palë. Për herë parë ndodh me kontestu zgjedhjet. Rezultatin e zgjedhjeve. Për ata duhet PZAP-ja mbase po e jap si sugjerim do duhet të merr kohë edhe më shumë për me analizu situatën, duke pru, siç e thash, një komision vlerësimi të paanshëm, sepse situata aty është as janë të paanshëm dyshtarët. Unë nuk po i kontestoj paanësinë e tyre, po nga deklaratat e politikanët po goditin që flasin për drejtësi të prokurori ti, ke punuar për të, jo ja ke përsu vajzën ati, tale këto pafundësisht më zgjasë. Këto deklaratat në një shoqëni të vogël si jona, ku realisht secili me secilin e kemi një lidhje diku, këto pasaj e prodhojnë një situatë mosbesimi. Mosbesimi i cili prodhon polarizim i cili prodhon ngjecë si po shihem me kështu me radhë. Por të shohim tash se si po rrjedhin gjonat,
PDK-s i takon me mbrojt procesin, e madje jo vetëm PDK-s, po i takon edhe vetëvendosës, edhe gazetarëve, edhe partive tjera politike. Ne raportojmë, mbi që po pam dyshime, denoncime të ndryshme nga kushdo që mund të vinë, ne këtë punë kemi për t'i raportu. Sigurisht, po e diskutojmë basi pak, është për çdo lavdat puna gazetarëve dhe mbrojtja e demokracisë nga ona media në Kosovë. Domethënë, pavarësisht një pushtetit shumë të ashpër përballë mediat kanë arritur me raportu në mënyrë të panshme, me raportu skandalet. Domethënë, sot kemi një ministër që ju ngret aktakuza për keqpërdoриmin e rezervave shtetërore, vetëm për shkak se raportuan mediat, po të mos ishin mediat, ai rast do të ishte mbyll. Nga nacionale e kolegut Berat Bozhala fillimisht. Pak rëndësi ka nga ka ardhur me rëndësi. Meqense dole për herë të parë aty, dhe natyrisht pati një bravo e madhe për mediat që kanë arritur me gjithë presionin e madh të pushtetit, presionin ekonomik, presionet e tjera, deri te fyret nga më trona për mediat, siç e pam një deklaratë dje të ministrës punëve të jashtme, ku me gjuhën më të ashpër që ekziston i fyn mediat, por mediat mbjetun. Edhe sot kemi një shtet që ka media që raporton, që i raporton skandalet e pushtetit, jo vetëm të pushtetit qendror, po edhe të media, edhe të pushtetit në nivel lokal, të partive tjera. Mos harrojmë që çdo ditë ka raportime edhe për skandalet të partive tjera. Po sigurisht që niveli qendror menaxhon me numër më të madh të kapaciteteve, resurse financiare, ekonomike dhe aty ka pak më shumë skandale dhe realisht vetë pushteti do duhet t'i gëzojë atij fakti. Po t'isha kryeministër, unë do të shkoja mediumit nacionale, do t'i jepja lavdatat më të mëdha për raportimet për korrupsionin brenda oborrit të qeverisë, sepse ai do duhet të vlerësoj, jo të sulmoj mediat për raportim të skandalet. Si duhet mbase po, për një demokraci çfarë kemi synim evropiane, për një bore po, në procesin sipër është Kosova që ta ndërtoj matute këtë demokraci, duket habitatin ngjashëm, mjedisin ngjashëm edhe në Ballkan. Po, e përmend në Ballkanin, po çka s'kisha dashur na me marr nga shtetet e Ballkanit është që të mos adaptojmë praktikat e këqija të gabuara. Po, pikërisht, për shembull, e përmend edhe zonin Ngërvalla kishte një gjuhë vërtet të papranueshme ndaj kolegut Kërçukut, drejtorit dhe gazetarit të Është pa drejt me ofendu në atë mënyrë një gazetar siç është Leonard Kërçuku që dorën zemër do ta kishte lakmi secili vend i rajonit të ketë një gazetar të profilit, i cili me profesionalizmin e vet për dekada i ka qendruar besnik punës së tij dhe në vend si t'i vlerësojmë, ta çmojmë e ta mbështesim një gazetari të tillë kjo është shumë. Po pranimi i zgjedhjeve, stërgjatja procesit të shpalljeve rezultateve, këto krejt janë praktike të disa vendeve që kanë pas shumë probleme me zgjedhjet. A shënoi Kosova regres? Na s'duhet me KQZ-n në këtë proces. Mendoj që po. Mendoj që për herë të parë KQZ-ja është lohat nga standardet që kishte Kosova, që kishte arritur me shumë mundi në një midis të kritikave të ashpra dhe të media. Mendoj që po për herë të parë na KQZ-ja është i ka ra imazhi i një institucioni besueshëm, kredibil, efektiv, kredibil e kështu. Dhe mendoj që këtu ka një fajtor, edhe fajtor janë njerëzit të cilët janë brenda KQZ-s edhe rreth KQZ-s, sepse KQZ-ja duhet me bëj punën e vet për cilën e obligon ligji, detyrat, kushtetuta, është thelbësore për demokracinë. Dhe jo të përfshihet në betejë partijake, të cilat nuk i shërbejnë të mirës përbashkët. Një Kosovë të nesërme politike, po. Kush fitoi në zgjedhje sipas? Ishim në natën pas përfundimit votimeve. Pas orës 7 ishim këtë studio të dielën, Bytyqi. Unë e po tani status në Facebook. Që rezultati edhe thash që po m'pëlqen ngjyrosja e Kosovës. Domethënë kjo laramania subjekteve.
sepse unë jam për pluralizëm. Nuk jam për një Kosovë ku dikush me diktat shtyp njerëzit, por për një Kosovë ku ka shumë Të ekuilibruar, mundësi balancuar. për të gjithë. Dhe në një situatë të tillë, unë fitus nuk e shoh dikë që është fitus kështu. Mendoj që pak Po vetëvendosja nëse krahasojmë fitoria LDK-s në kryeqytet e ka rritë atë distancën nga lëvizjeve vendosje dhe Partia Demokratike, me cilin kriter? kriterin e kryeqytetit, që është një qendër e madhe ekonomike, politike, Po, administrative, financiare, edhe fitoria në kryeqytet e LDK-s ka qenë dy fisht, se mur edhe asamblenë komunale me një numër shumë të madh, bashkë me një deksaj, Femi Femi Kupinën, i vjen që rezultati ishte shumë i mirë për lidhjen demokratike të Kosovës, por edhe me kandidatën për kryetar që arriti me LDK, po e shihni si fitus. Po, fitoria në Prishtinë e bën një distancë, por ajo që shihet është që të tri subjektet politike Ridvan Po. kanë dalë pak a shumë me të njëjtën fuqi. Për shembull, PDK-ja e ka marrë Prizrenin, Ferizojnë si qendra të mëdha, e ka ruajtur Skënderajin, Kaçanikun, madje Kaçaniku është interesant se nuk e ka braktisë PDK-n asnjëherë. Edhe Skënderaji në një moment ka shku drejt Vikim Jasharit, Kishte marrë por vesh për të. Kaçaniku asnjëherë nuk ja ka kthy shpinën PDK-s. Është shumë interesant. LDK-ja humbën nga dy komuna, nëse e shikojmë me Tash principin. po du me dalë. Realisht PDK-ja i ka marrë 6+1 komuna, duke përfshi edhe Ramiz Ladrovski që po atë janë pjesë e PDK-s. Formalisht, Po edhe me gjithë ato gjysma e Drenosit prap ka votu për PDK-n. Domthonë nuk ka një subjekt tjetër që është në Drenas. Domthonë nëse çaja gjysma është PDK, PDK-ja prap A dhe PDK-B. Prap PDK-ja është, domethënë pak a shumë janë 7 komuna. Lëvizja vendosje po ashtu 7. Mund të konkludosi humbje për PDK-n. Po lëvizja vendosje po ashtu 6+1 nëse e merr Mitrovicën, sepse Mitrovica tashmë është komunë kontestuar, edhe Lidhja Demokratike që i ka 7 komuna. Edhe AK-ja që ruajti pa gjithë habitatin e saj. Po du me dalë të AK. AK-ja e ka ruajtur atë bazën e vet. Falë edhe kryetarëve të mirë të komunave që i një ka. rezultat impresiv politik për AK. Mos harrojmë që AK-ja fiton në ato komuna për shkak të emrave që i ka aty, për shkak Balimarrin, për shkak Ismail Latifit, për shkak Ardian Gjinit. Zgjidhje e mirë e kreut të partisë, ose? Po, AK-ja ka marrë një rezultat shumë të mirë, se ka arrit mirujt komunat. A di pse po them, në kohën kur vetë kreu i saj, Ramush Haradinaj, po goditej në mënyrë sistematike, se a i kërcënohet nga çdo proces jashtëmësor, se mund mbetet jashtë. Unë e them kështu, aleanca me këto komunat, 5 komunat që ka fitu, që nuk është larg nga 7 komuna që i kanë subjektet e mëdhaja. Sakt. Na bën me besu që aja nuk e ka problem pragun elektoral, kur do që flet për pragun elektoral, nuk gabon, sepse aleanca ka pas një qëndrueshmëri afatgjatë të rezultateve. Sistematike, po. Nuk ka pas kur shumë, po nuk ka pas askur pa mjaftueshëm për me qenë pjesë e procesave. Po, mos harrojmë që zoti Haradinaj ka ditë me kapitalizuar jashtëzakonisht mirë fuqinë e vet në momente të caktuara. Sepse mendoj që thellë zoti Haradinaj, me gjithë që spajtohen me politikat e tij në shumë sene, ka arrit me kuptu sistemin zgjedhor, sistemin demokratik, sistemin e politikë Kosovës, që është i nevojshëm bashkëpunimi, kompromisi, rrugtimi përbashkët. Ai është gjinë në situata ku ka ditë me kapitalizu vetën dhe ka qenë kryeministër për 2 herë, që është arritje shumë e madhe për një parti relativisht vogël. Vetëvendosje shtoi numrin e komuna për 3. Rrethoi kryeqytetin me 2 komuna jo pak të rëndësishme, pikpamje të gravitimit të interesave, të strukturës popullsisë të tjera, siç është Fush Kosova dhe Obiliqi. Dy komunat që po flasim. Në pritje të saj që të certifikohet si fitues. Obiliqi dhe Fush Kosova mendoj që janë komuna me rëndësi, edhe pse janë komuna të vogla. Mos harrojmë numrat të vogël të popullsisë. Po aty mendoj që ka pas efekt pushteti. Ka demarkuar Prishtinën. Fuqia e pushtetit për
fuqia ekonomike e pushtetit për punësime dhe mbështetje për kategori të caktuara. Gjë që bën dhe Po tjerat. mendoj që ka luajtur rol edhe kandidatët e LDK-s, sepse në fushë Kosovë pak a shumë LDK-ja ka pas pushtetin 25 vite. të në kohë. Ajo ka ndërtuar një raport problematik me parti tjera, sepse gjithmonë me një farë mënyrë kanë qenë përjashtuara dhe në një moment caktuar në fushë Kosovë ju ka dhënë mundësia të gjitha partive politike për me u kundërvy LDK-s dhe kjo ka ndodhur, është fakt që ka ndodhur, edhe për shkak se nuk ka qenë më Burim Berisha aty një figurë jashtëzakonisht me autoritet, e cila gati gjithmonë ka fitu pa fushat. Pa fushat. Po. Nuk moj me në spote që ka po. Ka po të në për ara, si bujke, si... Në një situatë të tillë ka arritë parti tjera, si që në PDK-ja, një pjesë AK-s, ta realizojnë atë ëndrrën për ta heklë LDK-n nga fushë Kosova, që dorën zemër ja kanë ndalë përmes kandidatit të vetëvendosjes, po pas në fushë Kosovë ka lu rol edhe minoritetet, kanë lu shumë rol edhe punësimet, që po diskutohen shumë. Nuk po, ne ke memorje... Ndërsa në Obiliq, Në zgjedhjet tjera. Në Obiliq... Nuk kam bërë gjë që s'kam bërë dhe para rëndësit e tyre. Sigurisht. Duke përdor asetet e pushtetit sigurisht. për ta kapitalizuar votën sa më shumë. Është diçka, është praktik. Megjithse, vetëvendosja i ka kritiku këtë praktika, të cilat i ka përdorur. Po erdha unë në pushtet nuk do ndodhen këto gjëra. Megjithatë është aftësi e tyre për me gjetë rrugë deri te fitoria. Në Obiliq është interesant se aty mendoj që ka shumë rëndësi një numër jo shumë i madh i votave të serbëve për balotazhin. Po. Dhe është shumë e rëndësishme, ka qenë e rëndësishme që vetëvendosja ka arrit me gjetë një kandidat që është i njëjtë me kandidatin e LDK-s. Domethënë që janë profile të njëjta. S'ka garu me një aktivist vetin, po ka gjetë një Halil Faqi, i cili pak a shumë ju ka kundërpërgjigj profilit e kundërkandidatit e tij. Mendoj që këtu janë disa elementë që kanë siguruar, por për fitues në Obiliq e fushë Kosovë vetëvendosja në pritje, nëse vendosin institucionet e trajtimit të ankimimeve që janë në proces për Mitrovisë të Jugut, edhe për Mitrovisë të Jugut. Për ose kundër 3 komuna, fitoria në këto 3 komuna, në 2 të vogla dhe një pak më të madhe, është rritje e partisë në numrin e komunave, mirë po me gjithë këtë pushtet, me një betejë shumë të madhe kundër partive tjera, duke i kategorizuar si krejtu kundër meje, me gjithë financat e mëdha që kanë qarkulluar në Kosovë gjatë kësaj kohe. Kjo fitore thua është e vogël për vetëvendosjen? Mendoj që është fitore shumë e vogël. Na e dim historinë me zotin Hashim Faqi, kur e mori kryeministrin. 2007, po. Ai arriti me qeverinë, me frymin e qeverisë, mi marr pothuajse gjitha komunat e Kosovës. E dim prej Sharrit, Hantelezit, Kaçanikut. Ishte një frym. Shtimës, Lipjanit, Drenasës, Skënderajt, Malishevës, Klinës, Ravecit, Prizrenit, Gjilanit, Kamenizës, do të thotë gjitha komunat e Kosovës, pothuajse përjashtoi Prishtinën, edhe Gjakovën, që nuk ka arrit asnjëherë me Kurreshtu në habitatin e tij politik, po. E do të thonë që si situatën ku prit që kryeministri, qeveria, gjitha e fuqi do të kishte rezultate pak më të mira në nivel komunal, për shembull, është pa kuptim me shku me nejt me javë të tona në vështri dhe mos me arrit me mujt një kandidat aty. Ke qeveria, jo veç kandidati, edhe plus edhe LDK-ja bashkë me PDK. Gjithë kontingjenti, i resursi, po. Një pjesë e LDK-s mos keq informuj. Nuk jep stafetën e fituesit absolut asnjë subjekti për një fitore po thuaj balancuar, e shpërndar. Fitore shumë e shpërndar, shumë e balancuar, shumë e mirë. Për demokracinë. Për demokracinë. Edhe shumë përfaqësuese. Për shembull kemi edhe komuna si Malisheva, për shembull ku ka fituar një subjekt tjetër, po është më i përfaqësuar për aty në njerëzve. Ose kemi komuna si për shembull Mamusha, këto tjerat janë komunat vogla që kanë specifikat karakteristika. Po dhe Drenasi për shembull. Edhe Drenasi. Si përfaqësim i atyre njerëzve të cilët janë te komuniteti. Sakt. Domethënë njerëz që kanë zgjedhur ata njerëz që janë afër komunitetit. Sakt. Domethënë
Edhe kjo mendoj që e bën ma të shëndetshme demokracinë. Ti mund me aqu një kandidat për Prishtinës, po ata s'ta pranojnë. Ata dojnë dikon me cilën jenë, punojnë bashkë. Sa ndikon ky rezultat që më thonë ti inkurajoj apo ti friksoj gjitha partitë për zgjedhjet e jashtëzakonshme që Kosova mbase mund t'i mbaj në muajin dhjetor, po nuk u votua qeveria konjusa me 19 nëntor, dita e fundit kur ai të duhej ta paraqes kabinetin e tij për marrë votbesimin në guvern. Nëse e le këtë ditë të fundit, nëse nuk do të kemi më. Ne kemi në horizont zgjedhjet e reja. Sigurisht që rezultati i zgjedhjeve lokale pak a shumë do të përkthehet edhe në nivel qendror. Me një tri partitë. E them këto duke u bazuar në tërsinë e votuesve, domethënë ata njerëz që kanë mirë në Kosovë. Mos harrojnë që 45.000 njerëz po ikin vetë. Një qytet i madh si Prishtina për këto vite, po, u zhduk nga harta me ekipamet popullsisë. Në rrethona të kësaj ikje masive në viteve të fundit, kryesisht në 3-4 vjet të fundit, 250.000 qytetarë të partisë Kosovë. Atëherë mund të flasim për një votues pak a shumë që është i lidhur direkt në lloj votuesi klientelist, pak më shumë si klientelist, i cili po del po voton. Domethënë ata njerëz që janë këto gjysma s'po votojnë. Për këtyre që votojnë që ta njerëz që janë përfshirë në punë shtetit, në komuna, në ndërmarrje publike, në shkolla. Dhe ata kryesisht janë të afërt me partitë që habitojnë aty në atë zonë. Për shembull, pse fiton Nisma në Malishev? Numër më të madh vota, sepse njerëz janë të lidhur me komunën, me njerëz aty me kryetarin, me figurën e Fatmir Limet, ose në Drenas, tash që Ramizi po pritet me pas një farë lloj impakti, sa do të vogël po prap problematik nëse del nga PDK-ja, ose në Gjakov për shembull ka del më mirë për shkak komunës, për shkak lidhjeve që i ka, ose në Deçan ose kështu. Domethënë nëse i referohemi që nëse e marrim si pikë referencë këtë lloj votues, nuk kam pasur shumë më thonë prirje që njerëz që votojnë në një komunë caktuar kryetarin e një partie caktuar të votojnë njëkohësisht të njëjtin parti edhe në zgjedhje. A di pse unë them që kam e pas situatë ose votim të balancuar. E them këto sepse ne kemi po për 5 vjet pushtetin që të gjitha kritikat që i ka pas për të tjerët i kanë ra. Për shembull ai s'flet më për shumicën e temave sepse s'ka kredibilitet me fol për punësimet familjare, për punësimet, për nepotizmin, për korrupsionin. Po thuaj i kanë ikur ato argumente. Për negociatat me Serbi, për bashkimin me Shqipni, krejt ato kauza kanë ra. Në situatë të pa kauzav, atëherë njerëz që zgjedhin njerëz që i përfaqësojnë më mirë, ose kanë një lidhje. Po thuaj se asnjëna parti nuk e ka një kauzë të madhe me të cilën garon. Thjesht garojnë me idenë e kontrollimit të sa më shumë pjesëve të pushtetit. Në kësi situatë njerëz pastaj garojnë aty ku e shohin veten ma lehtë të arritshëm. Të qashë, po. Bytyçi të falenderoj për kohën. Faleminderit dhe juve për ftesën. Mirupafshim takime tjera. Patjetër. Është kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.